Përshëndetje Zekiria, mund të na thuash si po rrihet procesi zgjedhor? Polisa mirëmëngjes edhe këtu nga Kërçova, qytetarët e Kërçovës sot në rrethin e dytë kanë mundësi që të zgjidhin njërin prej dy kandidatët që kanë mbetur nga rrethi i parë, që në rrethin e parë patëm gjithsej 4, ndërsa sot do të zgjidhet edhe zyrtarisht kryetari i ardhshëm i Kërçovës për një mandat 4 vjeçar. Nga mbi 1.8 milion votues që shënon gjithë Maqedonia, vetëm në Kërçovë kemi pak më shumë se 51.000 votues, prej të cilëve në rrethin e parë, siç mora informacion nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, kanë votuar pak më shumë se 26.000, apo dalja në rrethin e parë ka qenë 51 presje 46% gjithsej në qytetin e Kërçovës. Të shohim nëse sot do të kemi rritje të këtij numri, pra të daljes në votim, me qenë se kemi vetëm 2 kandidatë, mirë po nga ana tjetër nuk votohet për këshilltar komunal. Për momentin situata është e qetë, nuk është se nuk ka dalje, qytetarët po vinë, po votojnë, po realizojnë të drejtën e tyre për të votuar. Për momentin ende nuk ka një përqindje të daljes së votuesve, ndërsa nga Komisioni Komunal Zgjedhor na njoftuan se vetëm në 2 vendvotime ka pasur pak pengesa për mos funksionimin e fingerprintit, ndërsa në të gjitha vendvotimet tjera nuk ka pasur asnjë pengesë, pra gjithsej në Kërçovë kemi 119 vendvotime. Unë tani për në mëngjes zgjodha shkollën fillore pra Sande Shterioski, ndërsa gjatë ditës do të lëviz vazhdimisht nga shkolla në shkollë për të vizituar dhe për të pyetur qytetarët se çfarë presin nga kryetari i ardhshëm i Kërçovës. Kjo është e gjitha që mund të informojmë për momentin nga qyteti i Kërçovës.